50 milion euro është fondi që qeveria shqiptare ka planifikuar të marrë kredi nga Banka Evropiane e Investimeve për projekte që do të zbatohen në rajonin e Veriut, ku përfituese është Bashkia e Shkodër. Projekti konkret është prezantuar në Shkodër me prezencën e përfaqësuesve të lartë të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe drejtuesve të bankës në prezantimin e planit të qëndrueshëm të lëvizshmërisë. Kryebashkiaku Benet Beci theksoi rëndësinë e këtij projekti, i cili është hartuar në përputhje me udhëzimet evropiane për Shkodrën dhe Velipojën, si dhe projekti i rrugës së biçikletave përgjatë liçenit të Shkodrës dhe Lumit Buna. Është plani i mobilitetit të qëndrueshëm urban, në fokus është qyteti i Shkodrës dhe i Velipojës. Dhe dyta është rruga e biçikletave përgjatë liçenit edhe bregut Bunës në territorin edhe të Bashkisë Shkodrës dhe në territorin e Malësisë Madhe. Për sa i përket rrugës biçikletave në mënyrë specifike, rruga e biçikletave do të jetë një produkt turistik unik. Kur them unik, nuk besoj se e ka kusht tjetër në Shqipëri këtë propozim që kemi, në që lidh bregun lindor të liçenit Shkodrës, Malësinë e Madhe, Bajzën deri në Shkodër. Besoj se këto janë investime dhe ndërhyrje të një standardi dhe një niveli evropian. Për drejtorin e projekteve pranë delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Hubert Per dhe përfaqësuesin e Bankës Evropiane për Zhvillimin, Miguel de Santos Dias, ky është moment kyç dhe një projekt konkret për veriun e vendit, investime të prekshme që arrin në vlerën e 50 milion eurove si investime kapitale për banorët e këtij rajoni. Ne po punojmë në Shkodër ku bëhet fjalë për zhvillimin e infrastrukturës, po punojmë në një seksion të rëndësishëm në Kështjellën Rozafa për ta bërë atë një përvojë më të mirë për popullin shqiptar dhe për turistët. Do të punojmë gjithashtu për lidhjen e bregut të liçenit në zonën e Shirokës, që është shumë e rëndësishme për lidhshmërinë rrugore drejt malit të Zi, por edhe për zhvillimin e gjithë zonës, e cila është një zonë shumë e bukur, duhet thënë. Projekti është gjithashtu një projekt që përfshin 3 bashki, Bashkinë e Shkodrës ku jemi sot, si edhe Malësinë, Matin dhe Lezhën, të cilat do të jenë gjithashtu përfitues të këtij projekti. Nga analiza që kemi bërë mund të ofrojmë deri në 50 milion euro. Ky është propozimi ynë, i cili aktualisht po shqyrtohet gjithashtu nga Ministria e Financave. Plani i qëndrueshëm i lëvizshmërisë urbane dhe rruga e biçikletave janë projekte që do ta transformojnë Shkodrën në një qytet më të qetë, më të pastër dhe më të përshtatshëm për banorët dhe vizitorët e saj. Me mbështetjen e institucioneve europiane dhe ekspertëve ndërkombëtar, Shkodra po ndërton një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët e saj.